Si të përgatitim fasule për 20 minuta. Po, tani unë pasi u kam ndëruar ujin e parë fasuleve, u hedh brenda qep, karote dhe vaj, ashtu si që janë. I mbyll brenda në tenxherën e presionit për 20 minuta, i hap, fasulet janë zier dhe janë bërë çeçemake. Po, tani këtë e marr qepën edhe karotën, i vë në një tigan, i shtyp me pirun, se janë të zjera, janë gati, edhe u hedh një qik salcë domate, që fasulet e mia zihen shpejt, dua të them se i kam nga Shqipëria, tani varet nga fasulet, po këto për 20 minuta janë tretur. Tani brenda te kjo përzierja i hedh piper të kuq, piper të zi, edhe një qik kripë. Të gjithë këtë salcën tani e marr e hedh brenda në fasule. Fasulet janë gati, bëhen kështu të trasha, të mira. Në fund unë u hedh një qik majdanos, mund të hedhni dhe selino, po neve nuk na pëlqen me selino, i hedh majdanos në fund, edhe kuptohet o njerë, shikoni sa të mira që bëhen, me një qik buk do thekim tani që t'i shoqërojmë fasulet, edhe shikoni, edhe një qik qep më njanë, edhe jami.